Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka njoftuar ditën e dieshme më 14 janar se duke filluar nga data 21 janar 2026 do të pezulloj lëshimin e të gjitha vizave emigruese për aplikantët që janë shtetas të 85 vendeve të caktuara përfshirë Shqipërinë. Ky vendim vjen si pjesë e politikave të administratës për të garantuar që emigrantët të jenë financiarisht të vetëmjaftueshëm dhe të mos përbëjnë një barë për amerikanët. Për këtë njoftim ka reaguar edhe ambasada amerikane në Tiranë, e cila ka dhënë detajet se kush janë kategoritë që preken nga ky vendim i administratës së Trump. Duke filluar nga 21 janari 2026, Departamenti i Shtetit do të pezullojë lëshimin e të gjitha vizave emigruese për aplikantët që janë shtetas të vendeve të listuara. Kjo përfshin edhe Shqipërinë. Nuk ka asnjë ndryshim në viza turistike apo jo emigruese, të cilat vazhdojnë të lëshohen normalisht. Ambasada shpreh se presidenti Trump ka theksuar rëndësinë e vetëmjaftueshmërisë financiare të emigrantëve, duke nënvizuar se emigrantët duhet të jenë financiarisht të vetëmjaftueshëm dhe të mos përbëjnë barë financiare për amerikanët. Ambasada amerikane sqaron se pezullimi i vizave ka për qëllim të rishikojë politikat dhe rregulloret që lidhen me përdorimin e përfitimeve nga emigrantët dhe të sigurojë që aplikantët nga vendet me rrezik të lartë të mos konsiderohen barë për qeverinë amerikane. Në listën e shteteve të prekura përfshihen ndër të tjera Afganistani, Shqipëria, Algjeria, Armenia, Azerbajxhani, Bangladeshi, Bielorusia, Bosnjë-Hercegovina, Brazili, Irani, Iraku, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, Rusia, Siria dhe Jemeni. Lista e plot përfshin gjithsej 85 vende nga të gjitha kontinentet. Ambasada dhe Departamenti i Shtetit kanë dhënë sqarime të qarta për aplikantët. Aplikantët për vizë emigruese që janë shtetas të vendeve të prekura mund të dorëzojnë aplikimet dhe të marrin pjesë në intervista. Për asnjë vizë nuk do të lëshohet gjatë kësaj periudhe pezullimi. Shtetasit me 2 shtetësi që aplikojnë me pasaportë të një vendi që nuk është në listë përjashtohen nga ky pezullim, thuhet në reagim.